Përshëndetje. Në këtë video do t'ju tregojmë si të ndryshoni llogarinë tuaj personale në Squadin. Klikoni mbi foton e profilit tuaj në shiritin e sipërm të aplikacionit për të hapur menun anësore. Prej andej, zgjidhni opsionin Account. Më pas, klikoni Edit Profile. Kjo do t'ju çojë te formulari i informacionit të profilit. Këtu mund të ndryshoni foton e profilit duke klikuar Upload Profile Picture dhe duke zgjedhur një foto nga galeria juaj. Në formular mund të përditësoni gjithashtu emrin e plot, pseudonimin, vitin e lindjes dhe qytetin tuaj. Pasi të keni bërë ndryshimet, klikoni Update Profile. Do të shfaqet një mesazh suksesi që konfirmon se profili juaj është përditësuar.